Sonte jemi mbledhur në një moment fort të veçantë për të prezantuar ekipin I cili do ta përfaqësojë Republikën e Kosovës në lojrat mesdhetare në Tarantot Italisë 2026. Por mbi të gjitha jemi këtu për t'u thënë sportistëve tanë një gjë të thjeshtë dhe të rëndësishme. Kosova është me ju. Pas secilës medale, cilës do fitore dhe çdo flamurit Kosovës që është ngritur në arenat ndërkombëtare, qëndrojnë vite pune, sakrifice, disipline dhe besimi. Këto janë vlera që sporti I kultivon më së miri dhe të cilat I duhen shoqërisë sonë. Sportistët tonë kanë dëshmuar se pavarësisht madhësisë së vendit, mund të kemi rezultate të mëdha. Në garat më të rëndësishme ndërkombëtare, ata kanë bërë që emri I Kosovës të dëgjohet, flamuri shtetëror të valvitet dhe himni të intonohet me krenari. Sot një brez I ri sportistësh po përgatitet ta shkruaj kapitullin e radhës, një mundësi tjetër që Kosova të paraqitet e të përfaqësohet përmes talentit, angazhimit dhe suksesit të rinisë së saj. Qeveria e Republikës Kosovës do të vazhdojë ta shohë sportin si një investim në njerëz, në shëndetin e shoqërisë, në zhvillimin e të rinjve, si dhe në imazhin ndërkombëtar të Republikës Kosovës. Dua t'u shpreh mirënjohjen e veçantë trajnerëve, federatave, Komitetit Olimpik të Kosovës, familjeve dhe gjithë atyre të cilët qëndrojnë pas sportistëve tanë. Shpesh herë sukseset që I shohim në podium janë rezultat I shumë sakrificave të cilat publiku nuk I sheh. E sonte para nisjes suaj për Taranto, dua t'ju them, shkoni me besim, shkoni me përkushtim, shkoni për të dhënë më të mirën tuaj. Fitoria është rëndësishme, por mënyra se si luftojmë për të është ajo e cila na përcakton. Kur të hyni në arenat e Tarantos, do të jeni aty si sportist Kosovës, por dhe si ambasador të vendit tuaj. Ballafaqohuni për Republikën e Kosovës me një dinjitetin që e meriton. Ne do t'ju ndjekim, do t'ju mbështesim dhe do të gëzohemi me çdo sukses tuaj. Dhe kur flamuri I Kosovës të ngritet lart atje, le ta kujtojmë se pas tij qëndron një vend I fortë, një popull I tërë dhe një brez I ri I cili beson në mundësitë e veta. Ju uroj shumë sukses në Taranto, kthehuni me krenari, me përvoja të reja dhe pse jo me sa më shumë medale.